pa ceko për zgjidhje ato që paraforci, sepse shumica e problemeve dolën, shumë shkurt dohet të thoja se unë nuk jam kundër foltorës dytë, po më duket se foltoria dytë, një strategjike, ti je strateg i fushatave, po më duket se ke gjetë kohën e dur, do të ishe o më para shtator, ose më mbrapa. Se në kulmin e krizës skandalit e Rama Balluku, media e mëngaj që 90% e medjave, do fokusohet ke problematika tonë. Do harrohet shifti Rama Balluku. E kjo më duket se nuk ka strategji e dur e zgjidhjes. Urojmë që kjo strategji të na motivojë më shumë, ndërsa që protestat tjera të jenë gjithë përfshirëse, të jenë shumë më të mëdha se sa ato që kemi pa të ditë. Sa për e tha se do ketë riformatim të gjithë strukturave. Zoti Berisha, një pjesë e strukturës e kryesisë PD-s qendrës janë këto antipatike për strukturat. Unë jam kryetar pozicionin kthell, jam kryetar që kemi dyfishuar rezultatin e fitores. E kemi dyfishuar që nuk ndodh kur në Shqipëri përveç në ditë në. Ne kemi dyfishuar pra, në sa qendrështave që janë të sa shumica, e në sa kandidati që vërtet që spektakolar Arsen Lala. Por kryesia e PD-s janë po ato që kanë qenë pjesa humbse e 2013. Janë po stafi që ke pas ti, zës ministra, po ato janë. U afrun ke Basha, morin pjesën kryesore të Bashës, morin stafin e Bashës. Dhe u cofi kali, në figurative, dhe kalun prap ke ju. Ja, po ato janë. Janë po ato që kanë 2-3 posa për veti. Si e zonja në kryetarja e Forumit Gruas. Kryetarja e Forumit Gruas, kryetarja e Komisionit Parlamentar, përfaqësues i Shqipërisë atje në Bashkinë Evropiane, nuk e di çfarë bën ky zoj atje. Çfarë bën? Pa vetëm foto? Pse nuk e denonson Vllautinin, Pogerinin, të tjerë të zyrtarët e BE-s të korruptuar, që korruptuar me shanta mero. Si ka mos ir ky zoj? Nuk në bën atje fort. Pra, PD-ja do të rifabatohet nga Kreu zot Berisha, nga kryesia, nga Këshilli Kombëtar. Unë do të sugjeroj diçka me informatues, se vërtet i këtë vështirë, si të janë gjithë në momentin e vështirë. Do të sugjeroj që të ndaje postet politike nga grupeve parlamentare. Kjo është një zgjidhje që të tesh nga sikleti për të largu Flamunokën, që është vërtet antipatik. Flamunoka është antipatik, është arrogant, po shohin media si çfarë bën. Flamunoka nuk është. Duhet sekretari i përgjithshëm zoti Berisha tjetë nga jugu të ka Shqipëria e Mesme. Ka figura vërtet Shqipëria e Mesme. Ka figura si Tomar Alizoti të artikulu, ka si Muslimu Rizi qendrështar, ka figura tjera. Si ka figura tjera në diaspora zoti Berisha. Pa të thënë do ta hapim PD-n, nuk e hape. Nuk le Flamunoka dhe Albana Voksh të hapesh. Sepse dalin hi ato. Pa të premtu koalicion, aleancë, sepse kjo regjim do aleancë sa më të mushëm. Do çdo burim qendrese, nga media, nga diaspora, nga fusha akademike, ke profesor Silur Susaj, profesorin i nderuar, ke diasporën mjekësi Milaj Mnela, vërtet, qendrështar, i jashtëzakonshëm. Ke media si Shpend Gashi, ke tjerë vërtet, media që po janë vërtet patriot. Duhen afro këto zotëri. Nëse vërtet duhen bëjmë reformë opozitaare. Largojmë të keshin më të madhe që na ka shumë. Vim për protestat. Zoti Berisha na janë bë bajatin, e keni vrarë protestën, e ka vrarë zoti Basha. Disa vite, na shotën protestë 1 orë 2 para kalim para edhe hiqshim ke shtëpia. Ne shkoçëm për qendres, më duket se edhe ju zoti Berisha po na bëni paratë moti. Si. Ne vim për qendres atje, nuk vim për protestë, për paratë moti. Manifestim Tiranë 1 orë 2 marrë ke shtëpia, nuk është qendres kjo. Ne duam protestë. Unë jam pasojë e protestës, nga bëu 2 protesta në thellë do t'i bëj prapë. Jam 2 ditë në parashitje atje nga regjimi. Tash një vit do vazhdoj prapë të jem protestë e rradhës. Po ama protestë qendres para kryeministrisë ta largojmë. A është i frikacak, është disa frikacakash. Po duan burra. Ti ndajmë 500 vend nga Milita, 500 nga rreth i veriut edhe ai hikën në zotë. Kështu që zoti Berisha to kisha unë vërtet nëse donë që partia më të thetë pushtet, do që të heqin keqet madhe, merë parasysh të sugjerime që të tash. I falenderit. Edhe unë të falenderoj shumë për diskutimin.
Jam 100% dakord me ty që protesta dhe vetëm protesta është ajo që jep përgjigje këtij regjimi. Dhe ky është dhe misioni ynë. Por, çfarë mendoj unë? Unë mendoj se së pari ne do të bindemi që kjo është rrugë e vetme. Dhe kjo është rrugë e vetme. Nëse më pyesni mua sot, kjo është rrugë e vetme. Do t'u them një gjë këtu. Para se të fillonte fushata, unë e kisha thënë 100 herë se me Edi Rama nuk ka zgjedhje. Megjithatë, ne morëm të themi atë që është kryes specialist në botës për fushat elektorale, arkitektin e fitores presidentit Donald Trump. Një ditë, po lexoja një mik i imi, mik e kam unë atë pavarësisht pak i mërzitur është, po unë kam mik, shkruante, po pse mora atë dhe nuk ja u dhe rroga kryetarëve të degëve. Unë jo se s'doja që kryetarëve të degëve t'u jipja rrogat, por prape gjykoja që një sakrificë për të bërë përpjekjet më maksimale duhet ta bënim. Dhe ne e bëm. Do të them me këtë që edhe kjo përpjekje faktoj që Edi Rama nuk ndalet para asgjëje për të grabisë zgjedhjet. Po ti je dëshmitar dhe ju jeni dëshmitar se si makineria e madhe propagandistike, mashtruese, të nesërmen thoshin që i fitoi zgjedhjet. Se si AIZ erdhi duke u mekur fal përpjekjes tonë të jashtëzakonshme të përditshme duke paraqitur fakte dhe dokumenta. Megjithatë edhe sot, ka të cilët fajsojnë opozitën për humbjen dhe jo grabisin e zgjedhjeve. Ka demokrat, për fat keq ish demokrat, që flirtojnë, shkojnë marrin poste nga ky regjim. Tradhtojnë realisht kauzën dhe idealet e demokratëve. Pra, kjo foltore, siç ja u thash, ka qëllim që në këto biseda ne të qartësojmë njëri tjetrin se çfarë do mbrojmë në këtë periudhë. Ne këto të vërteta do mbrojmë. Do mbrojmë votën, do kthejmë votën. Do paguajmë çmim për të kthyer votën. Ai ka vrarë votën. Na ka vrarë votën tonë, jo, ka bërë gabim shumë. E drejta jonë është tregoj me të gjithë fuqinë tonë. Por, a ekziston të ky përqendrim, apo kjo kthjellësi? Jo, nuk ekziston kudo. Diku nga padia, diku nga mosdashja, edhe midis nesh kishte që i fitoj, si fitoj. Të rjeshtosh atë nisë dhe të thush fitosh, do të tjesh të bësh lojën e ti. Ndaj dhe, por a duhet përgatitemi psikologjikisht, duhet përgatitemi shpirtërisht, dhe për të bërë këtë përgatitja me mirë është të përgatisim partinë. Të përgatisim partinë demokratike. Shko, mund të ndodhte që s'na voton të populli fare. Po populli në to kushte na votoja sa ato votat
që dha, domethënë tjerat i mori. Pra nuk ka alternativë tjetër përveç nesh. Se dhe mund mos ishim alternativë, por ne jemi vetëm alternativë. Ndaj dhe ta përmbushim këtë mision. Tani ju cituat emra, çfarë mund të them unë? Në qoftë se hyjmë dhe i analizojmë bashkërisht në një mbledhje ku të dush, unë mund të them mjaft ose mund të flas më gjatë për ta. Por i gjë të them, në kushtet më të vështira, ata janë përpjek me bërë më të mirën. Dhe aty ku janë të ngarkuar, ju përmend një emër të një zoje, por çdo antar partie duhet ta di, asnjëri s'ka patmeta, po ama ka një kontribut jetik në të gjitha rezolutat e miratuara ndërkombëtare. Po, atë vend që mori, ajo e dha në mënyrën më të përsosur në interes të Partisë Demokratike. U zgjoll zëvendës presidente e gruas europiane, dhe atë post e çfrytëzoi në palc për të paraqitur të vërtetat tona. Kjo që të them unë ty, nuk do thot as pak se nuk mund të kritikohen, dhe dyta që të gjithë do kalojnë në votim, do votohen. Kjo urdhë? Nga gjithantarësia. Tani, për sa i përket nga gjithantarësia, votohet kryetari. Se prit, po të votohen të tjerë nga gjithantarësia, bëhen të gjithë kryetar. Kjo është e vërteta. Po, ky rregull është edhe në rubrikat presidenciale votohet presidenti, jam thonë edhe tjerë, se pastaj bëhen president. Faleminderit.